Lidhja me të djathtën shqiptare është e hershme. Do ta përshkruaja si një lidhje që ka ardhur jo vetëm mbas viteve 90, por përpara vendosjes së komunizmit në Shqipëri. Familja ime ka njohur dhe ka mbajtur mbi shpatulla persekutimin e rënd komunist dhe gjyshrit e mi, familjarët e mi, ata stërgjyshrit e mi, ata luftuan për një Shqipëri të lirë që ishte e bazuar mbi vlera, mbi meritokraci. Ata ndërronin për demokraci që në kohën e hershme kur ata jetonin dhe luftonin për këtë vend. Dhe çmimi që ata paguan për ta parë Shqipërinë të ecë në rrugën e demokracisë ishte i lartë. Dhe për këtë arsye dhe lidhja ime me të djathtën është e hershme dhe e natyrshme, do të thosha. Kështu që do ta shikoja si një amanet të gjyshërve, të stërgjyshërve të mi, dhe nëse unë mund të kontribuoj modestisht në amanetin e tyre për ta çuar përpara dëshirën e tyre për ta parë Shqipërinë të ecë mbi shinat e demokracisë, unë mendoj që mund të ishte do t'ja quaja vetes një tull të shtuar në atë kalan e demokracisë që ne kërkojmë të ndërtojmë në vend.